Në qendër të Shirokës, 67 vjeçaria Sultane Çela prej 3 vitesh del çdo ditë për të shitur punimet e saj me dorë, si çorape, xhupa, krahola dimri, të gjitha të thurura me shtiza, me kujdes dhe përkushtim. E moshuara tregon se zanatin e ka mësuar nga nëna e saj që në moshën 10 vjeçare. Këtë traditë sultania është munduar ta mbajë gjallë duke trashëguar edhe tek vajza dhe mbesat e saj. Unë baj krahola, çarop leshit, ishto papuçe për fëmijë, ta ishes 2 euro. Pa fillu kam tash 3 vjet kam dalë to me shit. Se i kam lënë me shumicën në Shkodër, Kajherë s'kam bon se s'jam kënë Terezi. Jam kënë 10 vjet, që dhjorë se na kom su nona atëherë, kur ko kënë postra me gjallë. Po, se jam ka ona juna, ne ka pas ripa. Prej nonës, prej nonës, të ne kom su nona. Unë e baj, kur jam nejo, ne baj, tash e deri në 10 natë se baj pol, i pol papuqe. Kur s'kam nge, baj edhe 2 ditë se jena 2 ple shpi me hangër, me la, me shpla, me bo punë të shpisë. Për të nuk është vetëm një punë që siguron të ardhurat për familjen e saj, por edhe një mënyrë për të gjetur qetësi, një antistres i vërtet që ka shoqëruar gjithë jetën. Me një muj fije pensionin, 2 ple shpi jam, burre gru, me punu i fije. Jo, një të ma hikun stresin, çaropi, po tash në ton ditën a rrijet shpirat. Punë të shpis 2 pleqi, na i baj shpejt, ës pa kam punë të male, 2 pleq, rremuj zbajmë, kopje baj pundoret, të 11 natës. Që me bo me nanë, a duhet me një muj fije pensionin, 9.000 lekë që del pensioni, për zotën një. Ka ditë që shes, por edhe që nuk shes as një palë, thot 67 vjeçaria, por ajo nuk dorëzohet, të nesërmën del sërish tek vendi i saj. Për ditë del me shi. Ka ditë shes, ka ditë si nuk shes. Po vallaj dje s'kam shi gjo. Am nej not ball. Ja, kam fitu herë 20.000 lekë, herë 10, herë 5. Dje hëtë që ato që t'jen turistat. Ka turista si vinë, blinë 4-5 polë. Unë ishes 5 era. Ka him napin 5 era, ka him napin lekë shqiptare, 5.000 lekësh. Do të mjecit lekë të minja, me diftu i kja 5 ershi, se kujtu i se 50.000 lekë. Më të interesuar janë turistët të huaj për të blerë punimet e saj. Ata afrohen, interesohen edhe për të mësuar se si punohet me shtiza, tregon e mushuara. Tujt më shumë, vetëm tujt. Për tonë tja, tujt ata mi blejnë valohin, qashtë e drejta. Ata më thojnë bile sa bukur, super, më thojnë. Bile u thamon, ullë në më veshni si janë super. Ullën atë jo jap kariken edhe ullën i veshin, ju thamë, super me i thamë erre. Sa, 5 euro i thamon. Okej, edhe me marrin. Pa tash verës, edhe dimnit, pa tash e deri në 8 orë, shes ma shumë. Vitëm prej tujve, se vinë. Po vinë mësojnë, më thujnë, edhe na tha bojmë, tha me non, po du me të marrë, tha modelin, se pas ke modelin e bukur. Zonë shkoj t'ju bon këta vijat, me shef, edhe i pëlqenë të tujt. Edhe këta i thonë bjenë me nono bjenë, super të njatën, se janë shto hapen për njatë punë. Ma bojnë dikush në gjuhën e vetë, super noni pas këtë lumshin durët ma bënë. Nga duart e saj ka ndalë me qindra punime, se cili i thurur me kujdes e dashuri. 67 vjeçaria nuk është ndalur asnjëherë, punon po me të njëjtin pasion që nga dita e parë e deri më sot, një jetë e tërë e lidhur me fijen e një zanati që ajo vete ka kthyer në art.